Pronat me qira janë të kthyer në një investim fitimprurës në vendin tonë. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara nga Ministria e Financave, tregohet se arketimet e tatimit mbi të ardhurat nga qirat arritën në 60 milion euro në vitin 2025 nga 55 milion që ishin arketuar gjatë vitit 2024, duke shënuar një rritje me 8.5%. Ky tatim përkon me të ardhurat që kapin vlerën e 400 milion eurove dhe me një rritje rreth 8% gjatë një viti. Këto zhvillime flasin për zgjerimin e numrit të kontratave të deklaruare, si dhe një reflektim i rritjes së çmimeve të qirave në tregun vendas apo rritjes së vlerës së referencave. Tatimet aplikojnë çmimet e referencës për metër katror për tatimin mbi qiran, duke qenë se çmimet e apartamenteve, sidomos në Tiranë dhe Bregdet, janë rritur ndjeshëm, shumë individ e kanë të pamundur blerjen dhe i drejtohen qiras, duke rritur kërkesën dhe rrjedhimisht çmimet. Një pjesë e madhe e stokut të banesave ka kaluar nga qira afat gjatë në qira afat shkurtër për turistët. Të dhënat nga platformat e qirave ditore tregojnë se në vitin 2025 jepeshin me qira 26.300 apartamente nga 21.000 në vitin paraardhës. Kjo shifër përfaqëson gati 3% të totalit të njësive për banim në vend.